Një zyrë që faktikisht të fut te religjet, të fut te folklori, të fut te etnokultura, është gjë shumë e bukur, edhe shoh që këtu ka një çakete. Ky është libri I cili trajton gjithë kosmografinë e 5 periudhave të Lezhës, të cilat I trajton me detaje, që domethënë është libër që është historik më tepër, I cili trajton historinë e secilit prej jam akademik martirja, po no, njoh si shkëlqyer I kosmografisë, të cilin është libër ku trajtohet me detaje çdo element kosmografik dhe artistik. Edhe ti patjetër më mirë se unë di që Lezhë është e përputhur nga 5 treva të ndryshme, Tallmet, Zadrim, Mirdit, Malsor, Marsia, domethënë edhe Plana. Pra, kjo përban një lloj larmie që ja shton bukurinë dhe ja shton gjithë është një kolor I cili realisht është I veçantë dhe estetik. Në shkallë Shqipëri. Në shkallë. Shiko tani, unë me thënë drejtën tani, se nuk do flasim duke zyra, kaq, lisht thash që shikoni si ka zyra, fizharmonika atje, libra për çiftelie, 3 çiftelie, ja u ka. Janë instrumentat të cilat I keturet, ju vjen gjithë atë. Profesor unë kam mbaruar shkollën, ndërsa këto janë instrumente bukur të cilat unë I njoh që në moshë. E çiftelie pas edhe prim këtu. Po, kam rregulluar dhe kam kontrabas. Që realisht është dorë Mark Krushevës I vjetër. Por që këtu e kam qenë të amortizuar dhe thjesht të degraduar. E kam rekonstruuar. Janë gati si ato kontrabas çiftelie. Kjo kontrabas e ka dhe mirë ditë një tjetër. Kemi dy tipe maksimum. Çka duhet pas sallën. Po, ata shohin bashkë, patjetër që po. Tani unë këtu më habitem me thënë drejtën. Ja shi tani, shi çfarë ka po ja. Po do ta shohim detaj pak. Petri, ta shohim pak detaj. Atë vim atëherë çfarë ke parashit këtu? Po ta bëj sa më të dukshme, domethënë jam mundur që ti organizoj në një farë mënyrë gjithë trevat e fotografisë, duke I trajtuar me maneken, u vendosur etiketa për t'i adresuar domethënë sipas trevave të ndryshme. Dhe duke bërë maksimumin tim të mundshëm që t'i mirëmbaj dhe që minimalisht t'i mbajmë aty ku kanë qenë, domethënë pak nëse ndoshta për t'i gjeneruar në është ndoshta jo është e lehtë sepse edhe për shkak të artizan tani duke pas pak tani po punohet me gjërat e stilizuara, por është me shumë rëndësi që edhe është fat që ka ngel diçka, pak nga është trashëguar diçka nga kostumet e vjetra, të cilat janë në bazën e vetë të ndërtimit të tyre, domethënë profesional. Po, okay. Tani këtu ke vu sofrën. Kjo është këto element që unë I kam po shumë e bukur, kjo është një paradom. Mënyra se si unë e kam organizuar edhe është paradom e sallës këtu. Patjetër është paradom. Këto janë elemente që unë I kam organizuar vetë me mënyrën dhe janë gjitha këto veshjet, pra kushdo në fund një guid mund ta bëjë më herë secili, gruaja zadrimore, djali zadrimor, nusa militore. Kjo është mesogruaja, që cila asnjëherë s'ka qenë, e kam prunë nga si shumë të tjera I kam bler vetë, domethënë. Po s'ka rëndësi kjo, është mesogruaja e cila është pa veshje shumë e bukur. Po është veshje shumë e bukur, e cila kjo veshje është përdorur në kooperativë. Po në kooperativë, okej. Pas usërisë, pastaj këtu kemi burrin militor. Këtu është burri, është me të zhurdinë, brekeshet e vjetra, domethënë te para të Shqipërinë si Malizi, po këtë pse e ke fut? Tani këto janë edhe elemente të tjera, Skënderbeu, janë gjithë pjesë për shkak të 2 marsit. Veshjet e princerëve e princëve që janë mbledhur në Lezhë. I cili është besida e Lezhës, në të cilin kanë marrë pjesë gjithë princat e. Një nga këta ka qenë edhe princi I Malizi. Nga një person përkatës duke u referuar historisë, po. Dhe unë I kam kjo, pastaj kemi ardhur ke burri militor, këto janë tirçet e brekushit e vjetra, të cilat unë realisht nuk është se I kam gjetur edhe këto, unë I kam punuar dhe ble edhe sistemu vet. Të zërisht I kam përdorur njerëzit të cilët kanë qenë ndoshta me një mesatare të saktuar jeteset dhe I përdorin edhe për punë. Këto vazhdimisht I përdorin njerëzit të cilët ishin pak më të ose që kishin funksione apo detyra të saktuara ose I përdorin për raste gëzimja, festash edhe ashtu dhe edhe këto janë edhe kohë verës. Edhe për kohë verë, por edhe ata njerëz që e përfaqësonin në kuvende të ndryshme. Fantastike. Kjo është gruaja Malsore, po, pastaj prisi që është Reniteu, është shumë bukur. Shumë bukur. Edhe jemi këtu te Gjesh Kastriolli. Po. Ja. Jemi munduar që të referohemi sa do pak tek Okej, atë vazhdojmë tani, hajde pak edhe vazhdojmë tani
të shohim të sallën këtu, që t'ja u thëmë edhe njerëzve. Magazinat e Pallatit të Kulturës historikisht kanë qenë veni më i vlerësuar, sepse çdo 5 vite kosmografia dilte dhe shkollën në Gjirokastër. Dhe ishte përfaqësimi tipologjik i etnografisë Patjetër. ashtu. Dhe ishte shumë e rëndësishme, ruhej me fanatizëm. Çfarë ndodhi pas 90-s? Pas 90-s fillon me i vjedh, me i shkatru, me i shit, me i drejtnu, e shkatru në gjithçka. Dhe realisht Ka ndodhur. mendoj tani që kështu ka qenë edhe tu, një magazinë e shkatruar ka qenë, unë kam pa magazinën tuaj. Se si ka qenë. Unë nuk Po ashtu edhe mirë ditë, po ashtu në Kurbin nuk gjen dy rrobe më. Unë nuk preferoj të flas për të kaluarën për mënyrën se si janë trajtuar këto asete. Unë preferoj të them që janë asete të cilat e duan vëmendje të veçantë, duan gjenerim të vazhdueshëm, duan mirëmarrje të vazhdueshme, në mënyrë që sepse kjo është për këtë punë të paguhemi, gjithsesi, dhe unë realisht këtë punë e bëj me lloj pasioni absolutisht. Dhe i kam gjetë në mënyrë të keq përdorur, realisht i kam gjetë të hedhura, jo të hedhura, kështu por që jo kaq të sistemuara drejtore sa unë i kam bërë. Kjo është detyrë funksionale ime, për cilën unë do të paguam dhe detyrë kisha funksionale ditë më dhon si ndoshta si tjerë, po shihet pas një lloj pasioni për artin dhe për kulturën, absolutisht. Shi çfarë ka bëu tani, se shiçi që ja. Po mjafton Mjafton ti shohësh gjithë to xhupa, shiça e çfarë pasuri e xhupa, shive. Xhupat e Emilia, edhe krejt janë xhupa të vjetra. Po janë gjithë originalet, janë të viteve të kanë shumë vite. Mbi 50, 60 vite. Ky për shembull më shumë, ky shko ke 70. Sipas këtë e tregon dhe gjendja e tyre domethënë. Sa më i vjetër ashtu. Tu prap jemi me brezat e vjetra, ja brezat hershëm. Gjithçka që është aty është origjinale dhe është e vjetër. To i nxjerrte për në festival? Po patjetër, me këto për pra me shkutaman. Po, jemi autentike, është shumë e rëndësishme kjo. Gjithë. Okej, edhe këtu kemi stravesat. Stravesat e vjetra, që si ka luajtur kjo, e i ka sistemu kaq bukur. Vim këtu tani kemi këto. Janë element tjerë pastaj janë edhe aksesorët e kostumeve. Ky është Gjordia, burrit militor, që është element shumë i rëndësishëm dhe nuk punohet më sot, patjetër si shumë element tjerë, nuk gjen më, absolutisht nuk gjen. Është edhe vazhdim, po pas e Gjordi edhe këtu poshtë. Po, është thjesht atë e kam paraqit thjesht për ekspozim. Shi sa ka rëndësi. Këtu kemi janë këto ne pastaj janë kostume, aksesorë të kostumeve të Zadrinës, të Kallmetit. Kjo është koreta e gruas. Kjo zadrimore sa vishare është, domethënë 60, 80, më tepër 100 mund shkojë, domethënë. Kjo ka qenë tu Pallat Kulturës apo e ke gjetë? Jo, ka qenë. E ti e ke gjetë normal? Unë e kam gjetë këtu, por e kam jam që ti mirë. Shikoj, kjo është koreta e bardhë e gruas së zadrimore. Po shumë e bukur. Shi them një detaj. E di pse e bën unë atëherë Muzeun Anson Mirlita? Që solla këto veshjet, e di pse? Nga një xhamadan. Ishte xhamadan që pathan Hysni Zela keni paraqit një xhamadan 78, një xhamadan i Xhomarga. Në 78 një xhamadan kush. Kur erdha këtu dhe shkoi e shoqë magazina, ku më po ishte lënë në tokë atje, mola shkatrua gjithçka, ai xhamadani. Dhe jam i bindur që kështu ka qenë ky. Fatkesisht nuk i lani i hedh gjithatë, pra shi çka ka bëu ky, shimo çka ka bëu Petriti. Pasioni për të bërë punë të mira realisht nuk do të mungoj as kujt, as më tepër kur këto elemente dhe asete janë. Tani skemi ku ti marrim më, nëse këto s'do ishin, kjo tregon mungesë respekti për vlerat tona artistike, trashëgimore domethënë dhe është mungesë e theksuar. Duhen mirëmarrje dhe duhen rehabilituar. Ashtu vërtet që këtu kemi, ja se këtu i shoh për shembull, kemi tir shumë tjetër. 150. Edhe ky është koreta e gruas zadrimore, tir vjetër dhe ata. Po çok janë çanta të cilat tu çot elementi lirik, ëh? Absolutisht. Të hershëm. Kjo është sa është kjo? Është gjupi i gruas militore me mam. Ky është shumë i vjetër. Po shumë i vjetër. Është gjupi i gruas militore. Është ai Gjahengo. Rregulloj pastaj ti, po një mrekulli. Ska problem le të vëj kështu sepse duhet. Absolutisht është një mrekulli. Këto janë aksesorët e kostumeve që janë në funksion të kostumeve. Unë i kam paraqit këtu domethënë në formë e ekspozes për tu pa më qartë që të mos i kaloj domethënë se unë i kam adresuar, i kam gjetë në përqesën e për ashtu. Minimalisht unë mund të bëj minimumin apo maksimumin si duhet, i kam adresuar me numra të cilat kanë kodet e veta. Dhe i kam futur për zarfe, që ato këto skanolla asnjëherë domethënë. Prit vllaj tam me kode, me numra. Prit them se duhet të thënë edhe të saktë vërteta. Se kur kam shkuar nuk kam gjetë asnjë, kam gjetë vetëm një gushore që është kjo këtu. Jo, ose kjo këtu. Patjetër që ka shumë elemente. Fare, kur kishin qenë 60 paralliqe kanë qenë për gjithë gratë.
Edhe asnjë ore ka pas vjedhjet më skandaloze të mundshme në për magazinat e Pallatit të Kulturës. Të lumshin ato duhur, që shohim ne janë minimumi i atyre që duhet të jenë realisht, por që këto kemi. Edhe këto kanë dalë ndër vite, këto janë amortizuar, janë prishur. Tani sa buri ka po këshish. Po janë futën për vendet e veta, nëse kjo është diçka kështu ndoshta, por mbaret se si çka ka Fabiori, këto tjetër. Në përgjithësi këto janë shumë vjetra këto. Dhe I ka thotë si po jetëm kulturë ke epje edhe koleksionistë. Bere, e kjekë, bravo që. Unë realisht u pa të pasion për gjëra të bulla të gjitha ato. Bravo, shumë bukur. Okej, pastaj vim këtu kemi plot. Tu pastaj në aksesorë ndryshëm, kjo është planoria. Kjo është kostumi i planit. Kostumi I planit. Tipologjik. I cili me thënë drejtën është I vjetër, është I hershëm, por që ka ngel është gati në një lloj gjendje jo shumë premtuese, por që ky është, domethënë, mjafton që është I paraqitur, është I ekspozuar, është I drejtuar. Tu ketë mbushur me gjubleta, gjubletat janë origjinale domethënë, po patjetër që janë origjinale, janë shumë vjetra. Si ka mundësi? Edhe ka. Tu kanë qenë falëndërisht ka, sepse ka pas dhe më shumë, por që këto kanë ngel, këto që janë në gjendje të konsiderueshme. Pra ja shifi tani, ja shih sa gjubleta ka rujt. Kjo është një paraqitje nusës bushat lije, domethënë qytetare që diun. Po shumë e bukur, shumë e bukur. I kam gjetë këtu dhe jam munduar që ti paraqitje. Prap vazhdojmë me kallmetin e stilizuar, po. Kallmeti I stilizuar janë të adresuar, janë këto një pjesë e gollobordës. Përkyçet. Një pjesë është e gollobordës. E qenë të vjetër këto përkyçet. Po. Edhe këto shisa mrekulli. Mrekulli ka si që ishtë Petrit, bravo të qoftë. Dhe ajo që të jap një lloj që të krijojë një lloj atraksioni kur dikush vjen ta shohë, domethënë dhe të ketë çatë shohët e ti që sillen me mendje domethënë edhe të kaluarën e trashëgimisë edhe pse jo janë element që realisht sepse ndryshe nuk kemi me çfarë prezantojmë ne se tek ata që na vinë pas nesh domethënë do të shumë. Kjo është një pjesë e kulturës së djeshme, e cila duhet përqohet për nesër. Kjo është një gjë e mrekullueshme. Edhe unë për shembull do t'i them dhe kryetarit të bashkisë Pirin Ndraut, është fat që të kesh punoj stil. Kjo është shumë e rëndësishme, jo se e them unë, jo kam thënë dhe vazhdoj t'ja u them kudo që gjej njerëz që ruajnë reliket e vjetra. Veç pasurinë që kemi ne, jemi pasurinë që ne sot nuk ja shoh. Jemi punonjës që paguhemi për të bërë punë. Edhe herë. Pavarësisht që dikush e bën. Themi gjë fare. Me një mënyrë, të themi gjë fare të thjeshtë. I shohim këto xhupa këtu. Shohim të gjuhë këtu. Them një histori vogël. Unë kam shku tek Muzeu Kombëtar para 4-5 viteve dhe gjeta 2 rus që ishin duke bler 2 xhupa. Xhupa të Mirditës. Edhe I pyes atë që mande sallën etnografike dhe pyes cili është veshja që blehet më shumë. Thot deri tani ne këtu kemi shit 500 xhupa të Mirditës. Pra të grave Mirditës. Ishi si thosh veshja më e shitur që shitej. 500 xhupa dhe ishin shit për 5 cent. A e kupton? Pra një pasuri që po hite. Okej, se di kush. Tani në Mirditë ka dhe ka po të Infokulla, Marina Graf është austriake, se ne që jemi aty nuk I shohim me sytë tonë, pasuritë tonë, dhe ka po Marina Graf dhomën e xhupave. Dhomën e xhupave. Dhe unë mendova që kjo dhomë xhupash nuk mund ta shohim përkund. Në fakt, unë të falenderoj shumë si I vetëm një shqiptar që e ke bërë këtë gjë dhe ke mbajtur këtë xhupat tonë. Pa, dhe kjo është një pasuri e jashtëzakonshme. Ne jemi në detyrën tonë funksionale për t'i mbajtur dhe për t'i restauruar. Unë punoj sikur t'i kem të mia personale, domethënë gjitha këto për t'i restauruar, për t'i bërë të aksesueshme shumë elementë që janë të dëmtuar sepse amortizimi ndër vite u ka dhënë një lloj domethënë rënje, në patjetër, dhe bëj maksimumin tim të mundshëm në çdo ditë që unë vin në punë me duke bërë barime të caktuara me mundësitë e mia dhe me kolegen time Lorena Marsh, e cila është paqepse, është stiliste, është njohëse shumë e mirë e kësaj fushë, dhe ajo ka dorën e vet këtu në disa elemente të kosmografisë. Dhe domethënë maksimumi me duket pak për ta mbajtur dhe për ta gjeneruar sa më shumë tjetër mundur, pakën preferu mundësitë mia, këtë lloj aseti që në fakt vendet tjera do ta kishin lakmi ta kishin. Absolutisht. Dhe ajo që du me thënë në fund fare, ky shumë gjana I ka bo me xhepin e vetë. Se du banë do të ndryshe. Dhe kjo, pa e di se s'ke që me ta përmen, po mirë, po shumë gjëra bëhen shumë. Është e vërtetë që thua realisht, gjëra bëhen shumë. Nuk e kam bërë të tempërmenet e mi për këtë gjë, kam bërë po në mënyrë që kur të hapet e derë, domethënë të thuaj që dikush punon këtu. Kjo është i gjithë ajo arsye për cilin unë
e kam organizuar të formë. Në fundit nuk është investimi në tërësinë e vetë është në këtë gjendje që tani është fal realisht bashkisë, kryetarit Pirineu që realisht e them me shumë sinqeritet që është nera dhe dhurata më e madhe që i ka bërë komunitetit Lezhjan, artit Lezhjan. Jo për pallatin, për kryqësie. Për pallatin po flas. Edhe për shumë investime tjera. A e ka vizituar këtë? Po, ka qenë edhe ka vizituar. Jo këte tu. Po patjetër që ka. Okej, se thash ka shumë i thosha më shkosh shike. Ka qenë edhe realisht edhe ajo është shpreh me superlative për mendurin se është. Sepse në fakt është kryetari apo gjithkusht tjetër edhe ti është në një lloj pozite sepse nuk e din si ka qenë dje dhe ndoshta s'din bëjnë diferencë, s'mund bëjnë dot, jo s'din, por s'mund bëjnë dot diferencën në raport me të djeshmen. Këte e dinë specialistë që janë shkolla ndër vite këtu, që janë edhe specialistë tjerë që kanë 30 vite kursur këtu dhe ata kur e kanë pa dhe kur e shohin në këtë gjendje thonë kanë vlerësimet e veta përkundrejt punës tonë në raport me gjendjen aktuale ku ndodhet. Sepse realisht ka qenë nuk është vlerësuar sa duhet. Jo se vlerësuar për të mbajtur dhe për të trajtuar siç duhet, sepse të gjitha janë vlera artistike, janë vlera historike, janë vlera së ndryshe. Këto fare lehtë dikush më thoi gjysma për 70% e këtyre s'mund përdoren më, sepse tani edhe njerëzit kanë filluar, domethënë kanë pësu ndryshime edhe strukturore. Një pjesë e tyre nuk u bën më, se ne jemi shnoshtash, jemi në tërësinë e vet njerëzit edhe nuk ashtu. Por janë vlera të cilat duhet të ruhen. Fatmirësisht janë këto që kanë ngel, domethënë. Dhe unë mendoj që nuk do të më ngojë puna dhe pasioni për ti mbajtur, dhe pse jo dhe për ti gjeneruar. Ne kemi ballë projekte të saktuara, kemi paraqitur dhe normalisht unë kryetari i bashkisë realisht ka gjithë predispozionin pozitiv për ta suportuar artin në tërësinë e vet, për ta suportuar sinqerisht, sepse është shumë ardashës edhe në shpirt dhe në karakterin e tij. Dhe ajo që ka rëndësi është kjo që vazhdimisht ka shpreh gatishmëri dhe predispozicion pozitiv për ta gjeneruar, për të aportuar fonde të saktuara që kjo sallë kostumografie të gjenerohet dhe të bëjnë kostume të cilat janë të aksesueshme, se një pjesë e këtyre tani janë vetëm për vlera muzeale, nuk është se kanë marrë gjithatë efektin e përdorimit edhe për shkak të amorizimit e tjera. Por ne me këto jemi përfaqësuar në aktivitete të ndryshme artistike në rang lokal dhe në rang kombëtar dhe për te. Bravo. Sepse në qoftë se nuk shkon me këto vlera, nuk i duhet përqyuar asgjë, pse ka kostume që mund bëjnë sot X lek, por që nuk e shpalosin atë vlerën artistike të trashëgimisë të artit dhe të historisë kombëtare. Unë të falenderoj shumë. Falenderoj ty që është shumë kënaqësi që isha sot në një objekt model dhe eri përsëris. Është vendi kur mund të mblidhen të gjithë etnografët, edhe magazinjerë, që Domicia e Kulturës, për mendimin tim, mund të vijë këtu të bëjë një seminar praktik. Do me lexuar Lezhën në pikpamjen etnografike, sepse etnografia nganjëherë sjell dhe epokat historike. Hajde këtu te Petriti dhe të shikoni diçka të bukur që ka bërë Petriti dhe të mësoni shumë edhe për veshjen e gjithë arealin etnokulturor Lezhë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësia